Një dekadë përkon më pak se sa koha që vetë socialistët që bënë reformën administrative territoriale, kanë, si të thuash, në pushtet. Ata kanë mbi 13 vite në pushtet, ndërkohë që për të vlerësuar reformën, kemi një 10 vjeçar ku ata vetë, teksa deri dje i dëgjohet thoshin që reforma është një sukses për 1, 2, 3, 4, 5 arsye që ata listonin, vetë ata tashmë në mënyrë të beft t'i kthehen dhe të ajustojnë një histori suksesi që do të thotë që me rregull treshe kjo është një histori me defekte. Ajo që bën përshtypje në ndërmarrjen e nismës për rikonfigurimin territorial të Shqipërisë është Partia Demokratike që bëhet pjesë e procesit, sepse piknisja e të dyja forcave, pra të dyja forcat janë bashkë, po t'i keni parë dhe në disa konsultime që ata kanë ndërmarrë, kanë qenë bashkëkryetari socialist dhe bashkëkryetari demokrat, respektivisht Mazniku dhe zoti Boçi. Partia Demokratike kërkon të rritet numri bashkive, Partia Socialiste kërkon të zvogëlohet numri bashkive. Pra, që në piknisje, dy bashkautorët potencial të një reforme të re nuk janë dakord dhe bën habi ose si thua është kundër intuitive që përse dy forca duhet bëhen bashkë kur janë diametralisht të kundërta në atë çfarë i kërkojnë njëra tjetrës. Nëse kjo punë do të shkonte me atë se cili vullnet, pra cila forcë do të kishte jo vetëm kapacitetin, por edhe mundësinë për të realizuar dëshirën e saj, këtu mund të vëmbas që është Partia Socialiste, se ka më shumë deputet, pra ka një shumicë pothuajse cilësuar, i duhen ndoshta jo 1 sepse iku Neo Malsori, apo kemi ndoshta 2 vota plus që mund t'i duan dhe besoj që me një kompromis të thjesht, pra që do mendoja unë do ishte Bashkia e Vau të Dejës, ku Partia Socialdemokrate e kryesuar nga Tom Doshi ka një interes të legjitim ndoshta sa i takon asaj treva, asaj bashkie, që të qëndrojë kjo bashkie dhe të mos të shuhet, dhe menjëherë 3 vota besoj që i jepen Partisë Socialiste për ta rivendosur tashmë në kufi më të akoma dhe më të pakt hartën territoriale administrative të